gjatë. Ka historinë e shkollës, ti je një trajtim. Cili është lektori juaj i preferuar? Gjithë jam shumë apo mas ka filluar. Preferuar, që është kryeministri ishte deri tek i fundit. Shumë faleminderit. Këtu do jemi, këtu pa merak. Është akademi dhe kam knatësi me kandidat. Keni një Po tani ishte me duart mbyllura trajnimi, se i bie që të bëhen gjithë deputet pastaj, po u trajtuan si ne. I bie të japin material opozitës. mendoni se ju shërben? Na shërben absolutisht shumë, se duke qenë se ne jemi absolutisht pa eksperiencë në këtë fushë, mendoj është shumë e durë që nga senatorët e Partisë Socialiste të kemi disa eksperjenca qoftë, po themi akademike, po dhe të jetësuara nga vetë ata më përpara. Besoj se duhet jeni po ai serioz sa që janë këta që kanë. Keni një mesazh përpara se të nisni dhënien e mësimit ditën e sotme si lektor i parë në Akademinë Politike? Nuk do bëjmë mësim. Ata nuk janë nxënës, janë kolegë të mi. Dhe siç ndodh në çdo lloj pune tjetër, dikush që ka një eksperiencë përpara mundoj t'ua transmetoj kolegëve. Në mënyrë metaforike është kënaqësi për mua të takoj me kolegët e mi që do ndaj 4 vjet në seancë parlamentare. Keni ndoshta një porosi apo një mesazh që do doni nga eksperienca juaj, disa vjeçare t'ia përcjellni pikërisht deputetëve të rinj që do të ulen në shtator? Kam disa, po do t'ua jap aty.